Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim se si do jetë fundi i muajit tetor për të gjithë ne. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit tetor, sepse janë postuar të gjitha shenjat e horoskopit, videot e javës, por dhe video me tema për dashurin, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë do shohim si do jetë fundi i muajit tetor. Do jetë më i mirë se fillimi i muajit tetor. Gjithsesi do kemi hënën e re aty që do bëhen fillime të reja. Mund të jenë fillime të reja në dashuri, një marrëdhënie ose ju të bëni një fillim të ri në një marrëdhënie ekzistuese, por mund të jenë fillime të reja te vendi i punës, nga ana ekonomike, por dhe çfarë do lloj fillimi që ju dëshironi të bëni. Gjithsesi, shenjat që do ndikojnë do jetë përsëri shenja e dashit, e peshores, e gaforës, e briciapit, por më tepër të lindurit në fund të kësaj shenje. Gjatë fundit të muajit duhet keni kujdes sepse kemi diellin që hyn në shenjën e akrepit aty dhe do ketë disa sfida. Domethënë gati nga data 23 që fillon shenja e akrepit, por mund të ketë pasoja të rëndësishme në lidhje me sfidat që do keni gjatë fundit të muajit. Gjithsesi kemi edhe disa planete që do jenë të shenjat e ujit që formojnë një trekëndsh, kështu që ato do ndikojnë pak nga ana emocionale. Dhe ana emocionale në fund të muajit do jetë në plan të parë, në lidhje me gjithçka. Mund të keni shpërthime të momentit, por ju ndoshta keni shtypur ato ndjenjat dhe emocionet tuaja negative. Kështu që nuk do mungoj që gjatë kësaj periudhe të keni të bëni me jetën personale, gjithsecili do ketë të bëjë me jetën personale, por rezultatet në fund të këtij muaji do jenë pozitive gjithsesi. E rëndësishme është që gjërat do shkojnë mirë dhe do shohim tarotin se çfarë na thot në lidhje me fundin e muajit tetor. Si do zhvillohet fundi i muajit tetor. Atëherë, kemi energji të shenjës së luanit, kemi energjinë e diellit, kemi kartën e botës, që përfaqëson shenjën e demit, të akrepit, virgjëreshës, por edhe të luanit, dhe kemi energjinë e shenjës së virgjëreshës. Gjithsesi, ju shoh që nuk e di, do ndjeni më të lumtur, më mirë, sepse do jetë edhe një periudhë që do jetë Venusi dhe Afrodita në peshore, kështu që unë shoh që do ndjeni të lumtur. Dhe ju do mbyllni një cikël të vështirë për të filluar diçka tjetër, për të pasur një njohje të re. Ndoshta një marrëdhënie ose fillimi i ri në një marrëdhënie që ju mund të keni ekzistuese, flasim. Për një pjesë tjetër mund të mbyllni një marrëdhënie për të filluar një njohje të re. Ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me situata të ndryshme, por ju do jeni dhe shumë të ndërgjegjshëm në lidhje me mbylljen e këtij cikli. Mbyllja e këtij cikli mund të ketë lidhje edhe në lidhje me një punë, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime, por ka lidhje edhe me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni në jetën tuaj. E rëndësishme është sepse ju shoh që keni bërë shumë durim, e rëndësishme është që ju do mundoheni të lini këto situata mbrapa dhe të ecni përpara në lidhje me gjithçka. Është një periudhë që do keni shumë emocione, por dhe shumë pasion, ju shoh. Në lidhje me personat që dëshirojnë të mbyllin një cikël të vështirë dhe të fillojnë një njohje të re, ju shoh që ju do ta ushqeni këtë njohje ose lidhje me pasion, por edhe me emocione brenda jush. Dhe shohim çfarë na sjell karta e diellit.
Dhe këtu kemi energjitë shenjave të ajrit dhe të tokës. Gjithsesi, ju shoh që ju do keni fillime të reja, do ndjeni shumë të lumtur në lidhje me këto fillime të reja që do bëni, por do keni dhe diskutime. Ju shoh që ju mungon një person, një dashuri. Për gjithë ata që mund të jenë të palidhur, ju mungon një dashuri. Për pjesën tjetër mund t'ju mungoj një person që ju ndoshta e doni këtë person. Ndërsa për disa të tjerë mund të keni mungesa, të ndjeni mungesa ekonomike, të ndjeni me pak para në duar. Për disa të tjerë duhet kenë kujdes me shëndetin gjatë kësaj periudhe, sepse shoh fillime të reja dhe në lidhje me anën shëndetësore. Ndërsa për disa të tjerë duhet kenë kujdes në lidhje me lodhjen fizike, jo mendore, jo psikologjike, por unë shoh që do ketë fillime të reja, shumë diskutime në lidhje me këto situata që ju mund të keni. Gjithsesi, këto situata mund t'i merrni dhe në lidhje me dokumentat, me studime të ndryshme. Dhe çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Por shoh që do ndjeni mungesa gjatë fundit të muajit. Në një periudhë të caktuar, nuk është se do vazhdoj kështu. Dhe shohim kartën e botës. Çfarë do mbyllni ju? Ju mund të mbyllni një marrëdhënie, mund të mbyllni një punë, vështirësi që keni kaluar në jetën tuaj për të bërë një fillim të ri. Mund të mbyllni një situatë të vështirë ekonomike. Dhe këtë do ta bëni për të bërë fillime të reja. Por shoh që do hyni në një etap tjetër, në një cikël tjetër, por është një cikël i lumtur dhe ky ndryshim që ju do bëni ose kjo mbyllje do sjelli një zhvillim të mirë gradual në lidhje me situata të ndryshme që ju keni. Dhe shohim shoh një fillim të ri, jemi te energjia e kupave, e ujit. Kemi mbretëreshën e kupave, kemi dhe energjitë shenjave të demit këtu, energjinë e shenjës së demit. Gjithsesi energjitë nuk kanë shumë rëndësi, sepse është një lexim i përgjithshëm. Ju mund të merrni vetëm esencën e leximit. Shoh një fillim të ri. Nuk e di, por një person do jetë shumë këmbgulës ndaj jush. Ndoshta për të hyrë në këtë dashuri. Dhe është duke menduar se si t'i japi drejtim kësaj dashurie. Një energji femërore që ka shumë emocione dhe një energji mashkullore që mendon se si t'i japi drejtim në lidhje me këtë energji femërore. Dhe këtu flasim në lidhje me fillime të reja. Por ndërkohë flasim dhe për gjithë ata që mund të kenë fillime të reja te vendi i punës. I shoh me lajme të mira, por ndërkohë do jeni duke menduar për t'i dhënë drejtim një lajmi që do merrni. Mund të jetë lajm nga shtëpia, në lidhje me shtëpinë tuaj, me fëmijët. Në rastin tjetër mund të jetë ku bëjnë fillime të reja. Në rastin tjetër mund të jetë edhe nga ana ekonomike, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme. Por ju shoh që po e mendoni shumë seriozisht me marrjen e këtij lajmit për t'i dhënë drejtim situatave që ju keni. Por këto lajme mund të jenë në lidhje me punën, me shëndetin, me dokumenta të ndryshme që ju keni. Gjithsesi, ju shoh që jeni të ndërgjegjshëm në lidhje me situata të vështira që keni kaluar. Ju e dini shumë mirë në lidhje me këto vështirësi. Dhe këto vështirësi mund të jenë nga më të ndryshmet. Por e rëndësishme është që ju do filloni të balanconi situatat ose marrëdhëniet, çështje të ndryshme që mund të keni, duke i dhënë një drejtim më të mirë gjërave. Por ndërkohë shoh që do keni shumë emocione, do keni shumë pasion për të rritur një dashuri, dhe këtu flasim në njohje, lidhje ose marrëdhënie, ose ju për të rritur dhe zhvilluar një punë që ju dëshironi, por gjithmonë duke i parë gjërat më pozitivisht. Në rastin tjetër, mund të jetë ana ekonomike, ku ju dëshironi të arrisni çdo ditë, ose një partneritet, një bashkëpunim. Por ju shoh që do filloni të ndryshoni gjërat ose t'i rrisni më saktë në mënyrë më pozitive. Dhe shohim çfarë na sjell kjo energji. Dhe unë shoh që do keni flerte, do keni romanca. Është një person që vjen drejt jush. Ju ndoshta keni kaluar vështirësi në marrëdhënie të ndryshme dashurie që keni pasur, dhe ndoshta keni menduar negativisht deri tani, ndoshta ju s'keni dëshiruar të futeni përsëri në njohje ose lidhje, por shoh që ju do harrini të tregojeni më emocional, por
do ta trajtoni ose do mendoni më ndryshe në lidhje me dashurinë. Dhe unë shoh një person që vjen drejt jush. Është një person që do flertoj, por mund të jetë dhe një person që mund të jetë në një udhtim, mund të jetë udhtim i gjatë ose i shkurtër, që po vjen drejt jush. Ndërsa në lidhje me punën, ju shoh me lajme të mira, por dhe nga ana ekonomike shoh një rritje, nuk është rritje me një hershme, është rritje graduale, por ju do ndiheni mirë. Disa prej jush mund mendojnë të shkojnë dhe në një udhtim, ose mund të keni punën duke udhëtuar gjatë gjithë kohës. Dhe ju shoh që do të regoni shumë të kujdesshëm në lidhje me gjithë shka. Gjithsesi ju shoh ju mungon shumë, ndoshta një pjesë prej jush, ju mungon flerti. Një pjesë tjetër mund t'ju mungoj ky person që do vi drejt jush dhe ju ose ju jeni duke menduar rreth humbjeve që keni pasur. Ndoshta humbje të një personi, të një dashurie, mund të jetë humbje një pune, një humbje ekonomike që keni pasur, ose humbje të mundësive të ndryshme që mund të keni pasur. Për një pjesë tjetër mund të jetë që keni humbur kohë në lidhje me gjëra që ju ndoshta nuk ju kanë shërbyer. Dhe është momenti që ju të shikoni mundësitë dhe ofertat. Mos u përqendroni te ky lloj trishtimi, mos u përqendroni te humbjet që keni pasur, te dështimet që keni pasur, sepse unë e shpjegoj shumë thjesht, edhe në lexime private. Në qoftë se të humbet diçka në rrugë dhe ti kthen kokën mbrapa, duke ecur, mund të përplasesh, mund të rrëzohesh, kështu që është mirë t'i lini mbrapa këto, mos u përqendroni te trishtimi dhe te humbjet, por shikoni mundësitë dhe ofertat, sepse keni mundësi dhe oferta si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, një pjesë tjetër mund të keni lidhje me shëndetin, pjesa tjetër ku do keni mundësira, por edhe në lidhje me dokumentat të ndryshme që ju mund të bëni. Dhe dokumentat mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Mund të jenë leje qëndrimi, leje pune, dokumenta që mund të kenë lidhje me zyra shtetërore, private, nuk e di, ose dhe në gjithçka tjetër që e rëndësishme është që ju do keni oferta. Thjesht në momentin që ju përqendroni te humbjet, ju nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë. Kështu që lëshojini humbjet, lëshojini dështimet për të parë mundësitë që ju vinë. Dhe unë do marr edhe një pako tjetër për të parë. Dhe doli vetë. Dhe përsëri ju shoh që jeni të përqendruar te mungesa, ju shoh. Ndoshta ju mungon një person, shoh që ju mungon një person, ju mungon dashuria, një pjesë tjetër prej jush, disave prej jush ju mungon ana ekonomike, një pjesë tjetër mund të keni probleme me shëndetin, ndërsa disa të tjerë një lodhje të madhe fizike shoh këtu. Gjithsesi, këtu jemi te energjia e shenjave të tokës, kemi energjinë e shenjës së demit, ju do t'ju ndihmoj intuita të dilni nga këto situata. Në qoftë se ju mungon një dashuri, atëherë dëgjoni intuitën tuaj në lidhje me një person, me një dashuri që ju mund të keni, ose një pjesë prej jush që shoh që nga mungesat që keni hequr dorë nga besimet. Besimi për paran, besimi për dashurinë, pjesa tjetër të besoni te shëndeti juaj, disa të tjerë të besonin se nuk mund të çlodhen ndonjëherë, por unë shoh që ju do t'i pranoni këto gjëra, sido që t'i keni situatat, do t'i pranoni më me mençuri, më me përullësi, dhe në momentin që ju t'i pranoni dhe të besoni te intuita juaj, unë ju shoh në një sukses edhe në një fitore. Atëhere, disa prej jush mund t'jenë dhe në udhëtime. Në momentin që ju t'ishni dorë nga gjërat që keni besuar deri tani, unë shoh që ju mund të keni një fitore, një sukses në dashuri, aty mund të gjeni personin tuaj dhe ju të ndjeni vërtet suksesin me këtë person, ndoshta është personi i jetës tuaj. Në rastin tjetër, për gjithë ata që mund të kem pas probleme në lidhje me punën, nga ana shëndetësore, shoh edhe aty që ju do besoni te intuita juaj dhe shoh që ju do t'ja dilni, sepse është një sukses, është një fitore për ju,
Ju do ketë një persona që do t'ju mbështesin, por do ketë dhe persona ziliqar në këtë sukses që do keni. Dhe kjo ka lidhje dhe në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me udhëtime të ndryshme që ju do bëni. Dhe unë do marrë dhe 2 letra të tjera për ta mbyllur. Dhe ju shoh që do t'i jep një zgjidhje. Është një energji fantastike, kemi energjinë e shenjës së peshores dhe energji të shenjave të ujit. Ju do arrini të balanconi, të zgjidhni situata deri në fund të muajit që kanë të bëjnë me anën tuaj emocionale, me dashurinë për një pjesë prej jush. Ju do arrini të vendosni ekuilibra dhe brenda vetes tuaj. Dhe ju shoh që nuk e di, por do ndjeni më të plotësuar nga ana emocionale në momentin që ju do vendosni një lloj ekuilibri, si në lidhje me njofjet që do keni, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose do t'jep një zgjidhje diçkaje dhe kjo gjë do t'ju çliroj nga ana emocionale, nga ana shpirtërore, ose në rastin tjetër ju do vendosni balanca në lidhje me shtëpinë, me familjen, në punën tuaj, nga ana ekonomike. Por edhe në lidhje me situata të ndryshme, dokumenta, probleme shëndeti, probleme lodhjeje fizike që mund të keni. Dhe unë shoh që një pjesë prej jush do vendosni një drejtësi që mund të kenë lidhje me gjykatat, me prokurorit, divorce, çështje të ndryshme, situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe unë shoh një çlirim shpirtëror, por dhe një bollëk emocional. Ju do ndjeni të përmbushur në momentin që ju do t'jep një zgjidhje këtyre situatave që ju mund të keni, ose në momentin që ju do vendosni ekuilibra në marrëdhëniet tuaja, në punën tuaj, ose ekonomike, por dhe në situata të ndryshme që ju do keni. Është një mbyllje fantastike. Unë do marrë dhe një mesazh nga angjit për të parë se çfarë mesazhi ju japin. Dhe këtu kemi ndjekësin e kupave, do jeni shumë romantik gjatë kësaj periudhe, dhe ju thot, dashuria thot është një hap para fejese, ose para martesës, ose para një bashkëtese, para një lidhjeje. Më falni. Është e nevojshme thot që ju të hidhni hapa para. Ju do bëni, është një që ju të bëni zgjedhjen tuaj. Është një mundësi që ju të bëni zgjedhjet tuaja. Dhe kjo ka vlerë, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën tuaj, jo vetëm nga ana romantike, jo vetëm në lidhje me dashurinë, por ka lidhje edhe me situata, çështje të ndryshme që ju mund të keni. Kjo tregon dhe lajme të mira për një pjesë tjetër, në lidhje me situata të ndryshme që ju do keni. E rëndësishme është që gjithçka që ju bëni me dashuri është një hap para finalizimit të situatave që ju keni. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj një fund tetori sa më të mirë për gjitha shenjat e horoskopit. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju uroj gjim të këndshëm të kësaj videoje, dëgjojmë në video të radhës.